Baklavaja mbetet një nga ëmbëlsirat më të dashurat të fundvitit e lidhur ngushtë me traditën familjare. Anvisat Gjirokastrite kanë nisur prej ditësh përgatitjen për baklavan tradicionale, duke respektuar recetat e trashëguara brez pas brezi. Për shumë familje, përgatitja e baklavas në shtëpi është një ritual që bashkon familjen dhe ruan frymën e festave të fundvitit. Megjithatë, jo të gjithë zgjedhin të përgatisin baklavan në shtëpi. Shumë banor preferojnë ta blejnë atë në pasticeri, për shkak të mungesës së kohës ose lehtësisë që ofron ky opsion. Unë e blej se di pleqin, nuk e bëj donadora se më dhëmdora. Praktike është ta bëj vetë më e shishme. Nuk e bëjnë dot vajzat e reja të ulen, të hullojnë 2 orë. E blejnë edhe hopa. Ja dhe e blejmë edhe vetë, po më mirë e bëm vetë. Ka njësoj shien? Ja. Nga ana tjetër, pastiçerit në qytet konfirmojnë se kërkesat për baklavat janë rritur vitet e fundit. Krahas saj është shtuar edhe interesi për ëmbëlsira të tjera festive, siç janë melomakaronat dhe produkte të ndryshme tradicionale e moderne. Kërkesat e njerëzve janë pak a shumë gjëra tradicionale të fundvitit. Baklavaja, kadaifi, shëndetëria. Kanë filluar edhe disa lloje ëmbëlsirash që nuk kanë qenë tradicionale të vjetra, siç është trileçja dhe melomakaronat, që kanë vite që kërkohen rregullisht. Me atë që kemi vënë, është në rritje numri personave që kërkojnë baklavan. Kjo besoj vjen nga fakti sepse njerëzit kanë më të thjeshtë ta blenë se sa ta bëjnë në shtëpi. Kjo tregon një ndryshim të shijeve dhe zakoneve të konsumatorëve, ndërsa ëmbëlsirat mbeten pjesë e pandashme e festave të fundvitit.